Miq, kolegë, bashkëpunëtor dhe institucionet e Kosovës e përkujtuan sot Arber Shalën, psikiatrin Ferizejas, i cili një vit më parë humbi jetën në një aksident trafiku. Kolegët dhe bashkëveprimtarët e çmuan lart figurën e Arber Shalës, për të cilin thanë, përveç se ishte një kuadër i dalluar në lëmin e psikiatrisë, ai ishte dikur edhe një sportist i mirë në handballin Ferizejas. Unë Arbrin e kom njoft në momentet kur ai ka ardhur si i ri me ushtru në klubin e handballit Kastrioti. Prej atij momenti e kom njoft dhe që në kontaktet e para kom pa një figurë të njeriu që ka qenë model për gjithë gjeneratën ma vonë, ka qenë model se si duhet një sportist të sillet, si me gjitha karakteristikat e një sportisti, po dhe të një njeriu të madh. Për më tepër, kolegët thanë se mungesa e Arbrit do të ndihet gjatë edhe në fushën e psikoanalizës. Me Arbrin kam punuar disa vite dhe besoj që sot po kujtojmë një për atyre djemve talentuar, të cilët unë besoj që i mungojnë këtij qyteti, i mungon psikiatrisë shqiptare, i mungon familjes dhe në mendje që i mungon gjithë miqve. Unë besoj që vendi që le bësh Arbri është një vend që shpresoj shumë të ndjekin kolegë të mi dhe të kenë mundësi, të kenë gjithë dëshirën, vullnetin, pasionin me cilën Arbri u përpoq ta bënte atë, pa arrit do ta përfundonte. Po gjithsesi edhe për kohën e shkurtër që ai kontriboi në psikiatri, më merr mendja që përmend të gjitha opinionet e tij, mënyrën se si Arbri përpiqej të prezantonte njohuritë e veta, punës tij, dashurisë për pacientët, kam përshtypjen që ka lënë gjurmë edhe për aq shkurt sa ai arriti të kontribonte. Përveç akademisë përkujtimore, në një vjetorin e vdekjes së psikiatrit Arber Shala, u promovua dhe libri me esej të tijat.